Dje rreth orës 11:40 zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar privuan nga liria GP 65 vjeç nga Gostivari, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij 60 vjeçare, se rreth orës 10:30 në shtëpinë familjare ka drejtuar kërcënime ndaj saj dhe djalit të saj. Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 21:30 zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar privuan nga liria II 54 vjeç nga Shkupi, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se rreth orës 18 në rrugën Boge Veljanoski në Gostivar ka sulmuar fizikisht 67 vjeçaren ZH nga Gostivari, me që rast ka përdorur një stent druri. Pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj tij do të paraqitet para shtresë përkatëse. Gjatë ditës së dieshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov, është kryer kontrolli i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 12 shofer, 11 nga Tetova dhe 1 nga Gostivari për parkim të parregullt, ndërsa 4 automjete nga Gostivari janë marrë me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar edhe 35 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik, 27 në Tetov dhe 8 në Gostivar.